Selim Bollati është një figurë e re dhe shumë dimensionale e skenës shqiptare, e njohur si balerin, moderatore dhe influencere, e cila nuk nguron ta quajë veten Selin dhe Queen, një pseudonim që pasqyron vetbesimin, karizmën dhe energjinë që ajo transmeton në çdo paraqitje publike. E lindur në vitin 2002 në Belgjik, Selini nuk e ka kaluar jetën atje, por rënjët dhe formimin e saj artistik i ka ndërtuar duke u lidhur fort me kulturën dhe traditën shqiptare. Ajo vjen nga një familje me trashëgimi të pasur artistike, pasi gjyshërit e saj kanë qenë pjesë e një ansambli tradicional, një ndikim i hershëm që ka luajtur rol kyç në dashurinë e saj për vallëzimin dhe artin skenik. Pikërisht kjo frymë artistike familjare e ka shtyrë që në moshë shumë të vogël të ndjek shkollën e baletit, duke punuar vazhdimisht për të përmirësuar aftësitë e saj teknike dhe shprehëse. Me kalimin e viteve, Selim Bollati ka ndërtuar një eksperiencë të pasur skenike, duke performuar në shfaqje të ndryshme artistike dhe duke u ngjitur edhe në skenën prestigjioze të teatrit të operas dhe baletit, një arritje e rëndësishme për çdo balerin të ri. Aktualisht, ajo është angazhuar disa ditë në javë në Albania Night, ku vijon të spikas me performancat e saj dinamike dhe prezencën e fortë skenike, duke fituar gjithnjë më shumë admirimin e publikut. Përveç vallëzimit, Selini ka dëshmuar edhe aftësi të spikatura në moderim. Në vitin 2024, ajo u përzgjodh si një nga bashkëprezantueset e netëve finale të spektaklit të njohur Kënga Magjike, përkrah emrave të njohur si Ardi Gjebrea dhe Matilda Mcini. Ky rol i rëndësishëm e konsolidoi më tej imazhin e saj publik, duke treguar se përveç elegancës dhe bukurisë, ajo zotëron edhe komunikim të natyrshëm, sinqeritet dhe finesë përballë kamerës. E përshkruar si elegante, e natyrshme, e sinqert dhe shpeshherë djallëzore, Selim Bollati di si të tërheqë vëmendjen dhe të mbetet autentike. Në jetën personale, ajo është aktualisht single dhe nuk e fsheh faktin se është e hapur për një lidhje romantike brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5. Çka pritet të sjellë dinamika interesante dhe emocione të forta gjatë rrugtimit të saj në këtë forma. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.